Universiteti i Shkodrës Luiç Gurakuçi po zhvillon për të dytin vit të radhës javën ndërkombëtare, një nismë që sjell në qytet përfaqësues të universiteteve partnere nga vende të ndryshme të Europës. Mes të pranishmëve është edhe pedagogu italian Giovanni Messina, i cili vjen nga Palermo dhe përfaqëson Universitetin e Messinës. Ai e vlerëson këtë aktivitet si një mundësi të rëndësishme për ndarjen e eksperiencave dhe ndërtimin e urave të reja bashkëpunimi mes institucioneve akademike. Secondo me è un evento importante per tutti noi. Eventi në të cilin marr pjesë është tepër i rëndësishëm për të gjithë ne. Ai nuk i shërben vetëm universitetit në Shkodër, por krijon mundësinë për shkëmbim përvojash mes institucioneve akademike. Mendoj që është një eksperiencë jashtëzakonisht e vlefshme në aspektin profesional përmes diskutimeve të hapura dhe praktikave që ndiqen. Universitetet e Shkodrës dhe Messinës i përkasin dy qyteteve të rëndësishme dhe mbi të gjitha ofrojnë programe të larmishme studimi. Përtej angazhimit akademik, Messina shpreh një lidhje të veçantë me Shkodrën, të cilën e viziton për të katërtin vit radhazi. Ai e cilëson qytetin si një destinacion tërheqës, duke vlerësuar peizazhet, trashëgiminë kulturore dhe mikpritjen, ndërsa shton se prania e komunitetit italian e bën të ndihet si në shtëpi. Il quarto anno che vengo qui è... Jo vetëm Shkodra, por e gjithë Shqipëria ofron peizazhe mahnitse. Në këndvështrimin tim prej gjeografi, mund të them se ofrohet një panoram që të lë pa frym, jo vetëm për trashëgiminë e pasur natyrore, por edhe atë kulturore. Më ka tërhequr vëmendjen në këto vite transformimi i madh ekonomik dhe social i vendit, si dhe lidhja e ngushtë me kujtesën historike të ngjarjeve. Këtu në Shkodër ndihem si në shtëpinë time, pasi shikoj shumë italian këtu. Java ndërkombëtare po konsolidohet si një organizim i rëndësishëm për Universitetin Luiç Gurakuçi, duke rritur hapje ndaj partnerëve ndërkombëtar dhe duke vendosur qytetin gjithnjë më shumë në hartën akademike europiane.